Ngacmimet seksuale që sipas qytetarëve serb ndodhin në raport me komunitetin serb. Por unë konsideroj edhe që është një tendencë e disa grupeve që ndoshta janë të ndikume për me e njollosë edhe veprimet e policisë. Kohëve të fundit ka një tendencë me paraqit shqetësime që ndoshta nuk korrespondojnë me ankesat e parashtruara të autoritetet lidhur me ngacmimet seksuale që sipas qytetarëve serb ndodhin në raport me komunitetin serb. Ka edhe raporte të shoqërisë civile të cilat po pretendojnë që ka ngacmime seksuale prej policëve në raport me qytetarët serbë që jetojnë në verinë e Kosovës. Tregon sa janë reale këto? Edhe sa ke pa vullnet e institucioneve me i trajtu? Unë qysh në fillim kur është paraqit ky problem si shqetësim, i kam taku organizatat e shoqërisë civile të komunitetit serb, që janë pjesë e këtij komuniteti. Mu ka dërzu me shkrem një pjesë e këtyre shqetësimeve. Kam realizu një takim me drejtorin e policisë Kosovës, kam kërku me marrë masa dhe me verifiku nëse këto ekzistojnë. Natyrisht kam komunikuar edhe me inspektoriatin e policisë e Kosovës, edhe kam pa jo vullnet, po gatishmëritë e plot duke konstatu që në asnjë rrethon nuk kanë me toleru veprime të tilla, sepse jo vetëm që nuk janë normale, po janë tërësisht papranueshme, edhe për mua si qytetar i Republikës Kosovës. Antarët e shoqërisë civile që jetojnë në atë zonë, disa prej tyre kanë pas edhe incidente ku pretendojnë që janë sulmu prej policisë. Ju po thoni që deklarativisht IPK ju ka thonë që don me hetu. Mirë po, rastet e tyre ende nuk janë zbardhur. Nga informatat që unë kam pe inspektoriatit, në shumë raste ata kanë marrë veprime konkrete dhe kanë dalë me vendime. Pra aty ku ka konstatu që ka shkelje kanë marrë edhe masa, ose kanë propozu marrjen e masa. Ka dhe kallëzime penale në këtë drejtim. Unë vetë personalisht jam interesu për disa raste dhe kam insistu te autoritetet që duke vepruar në bazat e ligjshme me hetu këto raste me prioritet, sepse konsideroj krijojnë raporte mirëbesimit në raport me qytetarë dhe institucionet e Republikës Kosovës. Por në du t'i kthejmë edhe njëherë çështjes së ngacmimeve seksuale. Në njërin nga takimet që kam pas në Mitrovicën e Veriut, me qytetarë dhe organizatat që vinë nga komuniteti serb, kam kërkuar raste të mi raportu. Për më tepër, unë kam ofru zyrtarë të institucionit të avokatit të popullit me qenë prezent në stacionet policore në çdo rast kur ata pretendojnë që ndaj tyre është kryer një veprim i cili konsiderohet i kundërligjshëm që ndërmarr nga policia. Dhe nuk ka shpjegim fakti që ne nuk kemi pranuar, në fakt policia nuk ka të raportuar rastet e tilla. Tash mund të themi se kjo mund të jetë edhe një efekt i mosbesimit tek organet e policisë, por unë konsideroj edhe që është një tendencë e disa grupeve që ndoshta janë të ndikume për me e njollosë edhe veprimet e policisë. Natyrisht, unë gjithmonë ju jap të drejtë qytetarëve, natyrisht në çdo rast kur ka një pretendim, provoj me hetu dhe me gjetë faktet, argumentet që vërtetojnë shqetësimet që i kanë, por kur këto shqetësime nuk vërtetohen, jena të jetu në kohën digjitale. Kur secili kemi telefon, kemi kamera në vetura, kemi elemente tjera, deri sot po pretendohet që ka ngacmime seksuale prej policëve në momentet kur ndalet vetura e tjerë, ose në rrugë, mirë po nuk është asnjë filmim. Jo vetëm që nuk është asnjë filmim, por nuk është, janë vetëm 2 ankesa në këtë periudhë në bazë të raporteve të fundit që i kam nga policia. Nuk e di nëse ka ndryshuar gjendja këtë periudhën, këtë muajin e fundit. Dhe unë mendoj që çdo rast i ngacmimit dhe i keq ose i tejkalimit të autorizimit nga policia duhet të hetohet dhe duhet merren masa. Ne kemi krijuar standarde të tilla në demokracinë tonë që respektimi të drejtave të njeriut dhe pacënueshmëria, integritetit fizike edhe respektimi i dinjitetit njeriut duhet me qenë në thelbin e çdo veprimi që ndërmarrin autoritetet publike. Unë du me jetu në një shtet ku respektohen këto standarde. Nuk du me jetu në një shtet ku policia ngacmon, ku policia ushtron dhunë fizike. Prandaj edhe kam qenë shumë i vëmendshëm këtë drejtim. Prandaj edhe kam qenë shumë jam ofru edhe komunitetit, edhe qytetarëve. Prandaj kam ofru edhe staf mbështetës, që në çdo pretendim të kësaj natyre
me qenë zyrtari i avokatit të popullit në stacion policor, në prokurori dhe në gjykat me i përcjell këto raste. Edhe ashtu shku zyrtari? Nuk ka kërkesa, pavarësisht që ne kemi numrin e telefonit falës në mënyrë publike, transparente, është si të thonë është publik dhe dihet nga qytetarët, është lehtë i qasshëm. Kemi zyra në Mitrovicën e Veriut, është zyrtarja që punon në atë zyre, por ne nuk kemi pranuar.